Lëngu me 3 përbërës që largon dhimbjet e stomakut. Në kërkimin e një zgjidhje natyrale për problemet me stomakun si urthi, gastriti dhe çështjet me tretjen, një kombinim i veçantë i lëngjeve mund të ofrojë një ndihmë të çmuar për ju. Lëngu i përgatitur nga selinja, karotat dhe mollët është një ilaç i fuqishëm për shëndetin gastrointestinal, falë përmbajtjes së lartë vitaminave, minerale dhe fibrave. Në këtë video do të eksplorojmë vlerat e këtij lëngu duke u mbështetur në të dhëna konkrete nga studime të publikuara. Selinoja është e njohur për vetitë e saj antiinflamatore dhe është e pasur me antioksidantë të cilët luftojnë dëmtimin e qelizave. Një studim i publikuar së fundmi tregon se ekstrakti i selinos përmban apigenin, një komponent që ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe mbështet funksionimin e mirë të sistemit tretës. Kjo bën që selinoja të jetë një përbërës kyç në parandalimin e urthrit gastrik dhe uljen e simptomave të tij. Karotat, të pasura me beta-karoten dhe vitamina të tjera, kontribuojnë në shëndetin e mukozës së stomakut. Vitamina A, e cila formohet nga beta-karoteni në trup, është esenciale për riparimin dhe mbajtjen e një linje të shëndetshme mbrojtëse të brendshme të traktit gastrointestinal. Sipas një studimi të fundit, konsumimi i rregullt i karotave ndihmon në përfundimin e funksionit mukozës gastrointestinale, duke ofruar një mbrojtje të shtuar kundër dëmtimeve dhe infeksioneve. Mollët janë të njohura për përmbajtjen e tyre të lartë të fibrave, veçanërisht pektin. Ofrojnë ndihmë të madhe në rregullimin e tretjes. Pektina funksionon si një prebiotik dhe duke ushqyer bakteret e mira në zor dhe duke ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme në zor. Një studim i fundit zbuloi se konsumimi i mollëve mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit të traktit gastrointestinal dhe të mbështesë një tretje më të mirë. Si vepron ky lëng? Kombinimi i këtyre 3 përbërësve në një lëng të vetëm, jo vetëm që ofron një sasi të pasur të lëndëve ushqyese që mbështesin funksionin e stomakut dhe të sistemit tretës, por gjithashtu kontribuon në përmirësimin e imunitetit dhe uljen e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve kronike. Përveç të dhënave të mësipërme, konsumimi i rregullt i këtij lëngu mund të ndihmojë në uljen e aciditetit në stomak, falë vetive alkalizuese të selinos dhe mollës, përmirësimin e lëvizshmërisë së zorëve, duke parandaluar kapsllëkun, forcimin e barierës mbrojtëse të mukozës stomakut, duke reduktuar rrezikun.